Profesor, përpara se ta mbyllim këtë pjesë, opinioni juaj përmendi zoti Hoxha krijimin e një qeverie të koalicionit. Nuk dua ta kaloj në rrafshin filozofik ku ju ndiheni shumë komod, por një qeveri koalicioni versus një qeverie monopartiake, sidomos përsa i përket politikës së jashtme, sidomos në Kosovë, sidomos ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kë do të preferonit? Sigurisht që në një koalicion vetëvendosja me Lidhjen Demokratike të Kosovës do të jepte diçka më shumë se çdo koalicion tjetër. Për arsye se do të kishte një kombinim edhe të politikave të brendshme, vetëvendosja do afrohej në qendër për shkak të programit politik të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po njëkohësisht, Lidhja Demokratike e Kosovës ka një trashëgimi dhe stabilitet të qëndrueshëm në marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtarë në përgjithësi dhe sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vetëvendosja ka patur problematika dhe veta të cilat unë mendoj që nuk e kanë dëmtuar rënd as imazhin, as raportin e Kosovës me Shtetet Bashkuara. Madje në ato kohë kam thënë vazhdimisht se sovranitetin nuk kthehet, miqësia me Shtetet Bashkuara të Amerikës rikthehet. Por nëse ti lëshon sovranitetin, ai nuk të vjen më. Prandaj edhe isha këmbgulës në dhe të përkraja qëndrimet e qeverisë Kosovës për të shtrirë sovranitetin edhe me koston e një përplasje kaq sa ndodhi midis Kosovës. Kjo do të thotë që tashmë ka ardhur koha që këto marrëdhënie pa diskutim të rikthehen plotësisht në nivelet më të larta të mundshme dhe përpasoj Kosova të rikthehet në atë situatë ku bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës të udhtojë jo më në drejtim të njohjes pavarësisë, por drejt NATO-s, Bashkimit Evropian dhe strukturave. Jeni optimist, profesor, që këto zgjedhje të pafundmet në fushatat e pafundme elektorale dhe deri tani nuk ka arritur elita politike që të prodhoj zgjidhje nëpërmjet zgjedhjeve? Ka një ose duhet që vetëvendosja të ketë 80 deputet, çka është pa mundur, ose duhet bëjë një koalicion. Jam ulë dhe kam menduar pse Vjosa Osmani nuk u kandidua për presidentet të Republikës Kosovës. Sepse nuk kishte asnjë subjekt politik që e kandidonte. Sepse nuk ishte pjesë e një subjekti caktuar politik. Atë nuk e kandidonte vetëvendosja, sepse ajo nuk ishte antare vetëvendosjes, përveç problemeve që kishte sigurisht me kryeministin Kurti, nuk e kandidon, thoshte do ta kandidoj, por nuk e kandidoi kurrë Lumira Abdigjiku sepse pretendoi që të kishte mbështetjen e PDK-s, po ajo u shpreh hapur kundër saj dhe përpasoj duheshin zgjedhjet e reja që të vijnë një subjekt politik në skenë për të propozuar dhe për ta qartësuar situatën për vendimarrjen në të gjitha nivelet. Dhe nga pikpamja institucionale u mendoj që zgjedhjet do prodhojnë zgjidhjen. Nga pikpamja vullneti politik është tjetër gjë.